të i falendëru edhe formës screeningut, edhe edukimit shëndetësor të popullatës tonë, mund të themi se ka filluar që të vinë pacientët me një shkollë ose me një gradë më të ulët të smundshmërisë të kancerit të gjirit. Gjithsesi dihet se kanceri i gjirit i ka katër grupe ose 4 shkollë. Shkolla e parë, shkolla e dytë, domthonë kohët të fundit ka filluar të rritet numri i pacientëve të cilat janë të atakuar me këto dy shkollë, që i takon shkollës së parë dhe shkollës së dytë, çka i bën që te shkolla e parë pothuajse kanceri është in situ, domthonë zbulohet kur është hala në llozhën e vet, edhe në këto raste domthonë edhe neve si kirurg na mundson që të kemi qasje më pak invazive, gjithsesi në këto raste hiqet vetëm ajo pjesa e cila është e smur, me kufit të qartë, diku 1 centimetër me kufit të qartë, që në terminologjinë mjekësore njihet si lumpektomi, ose në raste pak më ekstreme kur tumori është deri 1 centimetër ose 1 centimetër e gjys, bëhet kuadrantektomi, edhe domthonë hiqet vetëm 1/4 e gjirit, edhe këto dy metoda domthonë janë shumë metoda që janë të përshtatshme edhe për kirurgun, se dihet kanë më pak pasojë në të ardhmen, por edhe për pacientin. Ja vlen të theksohet se me rritjen e pacientëve në këto dy shkollë, atëherë ka lind nevoja, për çka edhe domthonë në kohëve të fundit, pothuajse që një vit e gjys, e kemi marrë një donacion me një aparaturë të re që njihet si Sentinel metodë, edhe ajo shërben për detektimin e nodeve limfatike aksilare. Këto node limfatike aksilare janë node limfatike, domthonë të cilat përmes këtij aparati ose përmes kësaj forme neve na lejon të shohim a kemi ose detektimin e nodeve limfatike të cilat janë të prekura ose jo me kancer të gjirit në këto faza. Në shumicën e rasteve, domthonë sidomos kohëve të fundit, bazuar në statistikat, që një vit e diçka që kemi filluar me këtë metodë, një vit e gjysmë, atëherë dikun 58 raste janë raste të cilat kanë shpëtuar, të themi, nga hiqja komplet gjirit ose mastektomia totale, edhe është aplikuar domthonë metoda mastektomie kursyese, edhe kursyese në gjip, po kursyese edhe në gjondrat limfatike në sjetull, me çka na i ofrojmë një jetë më të kvalitetshme edhe gruas pas këtyre intervenimeve, në arshyetimin që mundësitë e komplikimit, sidomos ajtja e dorës, edhe pasojat tjera shtrëngimi i dorës, dhimbja e dorës, në rastet komplikimet post intervenimit, domthonë janë pothuajse minimale, pothuajse janë edhe inekzistente në këto raste kur aplikohen.